Në shtëpinë luksoze ku dikur kishte dashuri dhe përkujdesje, tani sundonin mizoria dhe humbja e kontrollit. Ndërsa gëlltiste porcione të tepruara ushqimi e mbyllur në dhomë, Mjerka filloi të kufizonte mizorisht ushqimin e fëmijëve. Të vegjëlit, të uritur dhe të hutuar, dëgjonin fraza të ftohta si jeni shumë të shëndosh, duhet të rrini pa ngrënë, që jehonin si ndëshkim. Por një akt i heshtur guximi nga njëri prej trinjakëve do të niste një kthes që askush nuk mund ta parashikonte. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Mëngjesi erdhi i rënd në atë apartament Papa Fingo në Tiranë. Dielli ende nuk kishte lindur plotësisht kur Anila hapi syt, duke ndjer trupin të dhembur dhe mendjen të lodhur nga një natë pa gjumë. Në anën e djathtë të krevatit, hapësira boshe nuk e befasonte më. Kishte kaluar aq shumë kohë që kur Arbeni nuk flinte aty, saqë çarçafët në atë anë dukeshin përjetësisht të rrafshët, të paprekur, sikur të mos ishin më pjesë e krevatit. Ai preferonte zyrën, divanin e dhomës së ndenjes, ndonjëherë edhe dhomën e miqve. Çdo vend që e mbante larg bisedave, larg shikimeve, larg realitetit që kishte ndërtuar dhe që tani dukej tepër i rënd për ta mbajtur. Anila shikoi tavanin për disa minuta, duke ndjer peshën e ditës që ende nuk kishte filluar. Sa mëngjese kishin qenë kështu? Sa herë ishte zgjuar vetëm në atë krevat të madh, duke ndjer ftohtësinë e braktisjes? Nuk i numëronte më. Thjesht ngrihej, rregullonte krevatin vetëm dhe vazhdonte me rutinën që përsëritej pa pushim. Ishte sikur jeta e saj ishte kthyer në një cikël automatik, pa surpriza, pa gëzime, vetëm detyrime të kryera njëri pas tjetrit. Ajo u ngrit ngadalë, kaloi dorën në fytyrë dhe eci drejt dhomës së fëmijëve. Hapi derën me kujdes, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë. Aty ishin të tre, të mbështjellë me çarçaf, ende të zhytur në ëndra që ajo shpresonte të ishin më të mira se jeta e zgjuar që bënin. Ardi, Luani dhe Genta. Tre njak vetëm 5 vjeç që u rritën shumë shpejt në një shtëpi plot heshtje. Anila qëndroi në derë për disa minuta, vetëm duke i vëzhguar. Frymëmarrja e tyre e qetë ishte i vetmi tingull që ende e qetësonte në atë apartament të pafund. Aty, në atë moment, ata dukeshin aq të vegjël, aq të brisht, aq të varur prej saj për gjithçka. Dhe ajo e dinte, thellë në zemër, se vetëm kjo e mbante në këmbë. Të tre. Gjithmonë të tre. Kishte një kohë kur ajo shtëpi nënkuptonte arritje. Një kohë kur Arbeni vinte me lule, me buzëqeshje të lodhura por të sinqerta, me plane për fundjavën. Ai fliste për t'i çuar fëmijët në park, për të bërë një piknik, për të kaluar të dielën të gjithë si familje. Anila i kujtonte këto momente si dikush që kujton një film të vjetër, nga ata që i shikon dhe i duken të bukur, por e di që nuk janë të vërtetë. Sepse tani, duke parë pas, ajo pyeste veten nëse ajo gjë kishte ndodhur vërtet apo ishte vetëm një iluzion që ajo vetë e krijoi për të duruar të tashmen. Tani, gjithçka që kishte mbetur ishin angazhime të shënuara në agjenda digjitale, mesazhe të ftohta në celular dhe prania e vazhdueshme e një mungese që lëndonte më shumë se çdo fjalë. Arbeni jetonte në një botë tjetër. Një botë takimesh, kontratash, udhëtimesh ndërkombëtare dhe darkash biznesi. Ai dilte në agim dhe kthehej në agim. Dhe edhe kur ishte fizikisht i pranishëm, mendja e tij ishte larg, e zënë me tabela, strategji dhe shifra që Anila kur nuk i kuptonte dhe që ai kur nuk merrte mundimin t'ia shpjegonte. Arben Dervishi ishte një emër i njohur në botën e biznesit. Filloi nga zeroja, siç i pëlqente atij vetë të tregonte në intervista. Vinte nga një familje e thjeshtë, studioi në shkollë publike, punoi që herët dhe u ngjit shkallë derisa ndërtoi një perandori konsulence biznesi që u shërbente korporatave të mëdha në të gjithë vendin. Leksionet e tij mbushnin auditoret, opinionet e tij botoheshin në revista biznesi dhe ai ecte nëpër korridoret e hoteleve me 5 yje si dikush që i përkiste asaj bote prej xhami, qeliku dhe pushteti. Problemi ishte se, sa më shumë rritej jashtë, aq më shumë zvogëlohej brenda. Ishte sikur suksesi kishte konsumuar njeriun që ai ishte dhe kishte lënë vetëm një guask boshe, të shqetësuar vetëm për arritjen e radhës profesionale. Anila përgatiti mëngjesin ndërsa dëgjonte alarmin të binte në dhomën e tre njakëve. Brenda pak çastesh, shtëpia u mbush me zhurmë, me jetë, me lëvizje. Ardi vrapoi në kuzhinë me pijame, me flokët të gjitha të shpupuritura, duke kërkuar lëng portokalli. Luani u ankua se nuk donte të zgjohej, se ishte i përgjumur, se donte të qëndronte edhe pak në krevat.
dhe Genta, gjithmonë më e dashura, e përqafoi të ëmën fort, ende me sy të përgjumur dhe i dha një puthje të lagur në faqe. Ishte gjithmonë kështu. Vrap, britma, rëmuj. Kërkesa të njëkohshme, zënka për lodra, qarje sepse dikush mori gotën e gabuar. Dhe ishte gjithmonë Anila ajo që organizonte gjithçka. Gjithmonë ajo që dëgjonte, qetësonte, mësonte, zgjidhte. Babai? E po, babai nuk ishte aty. Atë ditë, si në të gjitha të tjerat, Arbeni ishte larguar herët. Anila as nuk e dëgjoi kur ai doli. Duhet të ketë qenë para orës 5 të mëngjesit. Kishte një takim të rëndësishëm, ose një fluturim për në Durrës, ose një drekë me investitor të huaj. Gjithmonë kishte diçka më të rëndësishme se sa të ishte aty me ta. Anila as nuk e mbante mend herën e fundit që ai ishte ulur në tryez me fëmijët për të ngrënë mëngjes. Herën e fundit që pyeti si kishin kaluar ditën në shkollë. Herën e fundit që ndihmoi për të vënë njërin në gjumë, ose lexoi një përrall para se të fikte dritën, ose thjesht qëndroi aty i pranishëm pa parë celularin. Ajo u përpoq të kujtonte herën e fundit që Arbeni e kishte parë me vëmendje të vërtetë. Jo atë shikim të shpejt, të shpërqendruar që ai i hidhte kur kalonte me vrap në përdhomën e ndenjes. Por një shikim të vërtetë. Një shikim që thoshte se ai ende interesoi. Një shikim që thoshte se ajo ende ekzistonte për të. Dhe ajo nuk arriti ta kujtonte. Ndoshta kishte më shumë se një vit. Ndoshta më shumë. Koha ishte bërë e paqartë në atë rutinë braktisjeje të maskuar si sukses. Pasi veshi të 3 fëmijët, rregulloi çantat e shpinës, kontrolloi nëse kishin marrë ushqimin dhe i futi të gjithë në makinë, Anila i çoi trenjakët në shkollë. Rruga ishte gjithmonë e njëjta. Ardi këndonte këngë nga filmi i tij i preferuar vizatimor, Luani qëndronte i qetë duke parë nga dritarja dhe Genta. Bënte 1000 pyetje. Mami, pse qielli është blu? Mami, pse ai qeni është vetëm në rrugë? Mami, babi do të hajë darkë me ne sot? Dhe kjo pyetje e fundit gjithmonë dhemte. Sepse Anila kur nuk dinte çfarë të përgjigjej. Ndonjëherë thoshte po, për të mos i zhgënjur. Herë të tjera ishte e sinqert dhe thoshte se babai ishte në udhëtim. Por e vërteta ishte se, edhe kur ai ishte në shtëpi, ai nuk hante darkë me ta. Ishte gjithmonë i zënë. Pasi la fëmijët në shkollë, Anila u kthye në shtëpi dhe u ul në divanin e dhomës së ndenjes. Pastruesja, teta Celia, tashmë kishte ardhur dhe kishte filluar të rregullonte dhoma. Gjithçka funksiononte në mënyrë perfekte në atë shtëpi. Pastërtia ishte gjithmonë në rregull. Rrobat të lara dhe të hekurosura. Frigoriferi gjithmonë plot. Lodrat të organizuara. Shtëpia ishte e patëmedh. Por boshllëku vazhdonte të ishte aty, i palëkundur, duke zënë çdo dhomë, çdo cep, çdo heshtje. Anila mori celularin dhe pa një mesazh nga Arbeni, dërguar në orën 6 të mëngjesit. Udhëtova për në Prishtinë për takim me klient të ri, kthehem të premten, asnjë mirëmëngjes. Asnjë pyetje për fëmijët. Asnjë pyetje nëse ajo ishte mirë. Vetëm një njoftim protokollar, si një punonjës që njofton shefin për një mungesë. Ajo as nuk ju përgjigj. Për çfarë? Ai nuk do ta lexonte gjithsesi. Dhe nëse do ta lexonte, nuk do t'i bënte përshtypje. Anila mori frym thellë dhe shikoi nga dritarja e madhe e dhomës së ndenjes. Poshtë, Tirana zjente. Makina të bllokuara në bulevardin Dëshmorët e Kombit, njerëz që ecnin me nxitim në trotuare, jeta që ndodhte me ritëm të përshpejtuar. Dhe ajo aty, brenda atij apartamenti 300 metra katror që më shumë i ngjante një burgu prej xhami dhe mermeri. Një burg i bukur, por gjithsesi burg. Sa herë kishte tentuar të bisedonte me Arbenin? Sa herë i kishte kërkuar të ishte më i pranishëm, të shikonte fëmijët, t'i kujtohej se kishte një familje? Sa herë kishte dëgjuar premtime boshe që kur nuk u përmbushën? Anila, e di, po punoj shumë tani, por më vonë gjërat do të përmirësohen. Anila, është vetëm ky projekt, pastaj marr pushime dhe udhëtojmë. Anila, ti nuk e kupton presionin që kam, duhet të kesh durim, përgjigjet për këto pyetje nuk kishin më rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte ajo që ndjente në atë moment. Vetmi. Lodhje. Dhe diçka e re që filloi të rritej brenda saj. Një zemërim i heshtur, një shqetësim që po shndërrohej në qartësi. Ajo u ngrit dhe eci nëpër shtëpi.
Kaloi pranë zyrës së Arbenit, ku ai mbyllej në ato pak herë që ishte aty. Kaloi pranë dhomës së çiftit, që prej kohësh nuk ishte më e një çifti. Kaloi pranë kuzhinës, ku teta Celia përgatiste drekën. Dhe në çdo dhomë, ajo ndihej më e vetmuar. Si ishte e mundur të ndiheshe kaq e vetmuar brenda një shtëpie kaq të madhe? Në mbrëmje, kur i vuri fëmijët në gjumë, Anila i lejoi vetes të qante. Nuk ishte një qarje dëshpërimi. Nuk ishte një qarje e dikujt që kërkon ndihmë. Ishte një qarje e dikujt që po fillonte të kuptonte se diçka duhej të ndryshonte. Ajo fshiu lotët, shkoi në dhomë dhe u ul në krevat. Mendoi t'i telefononte Arbenit, por e dinte se do të ishte e kodh. Ai ishte i zënë. Gjithmonë ishte. Ose më keq, ishte i zënë me gjëra që ajo as nuk i imagjinonte. Atëherë vendosi të bënte diçka ndryshe. Mori laptopin, hapi një dokument të zbrazët dhe filloi të shkruante. Shkroi për gjithçka që ndjente. Për vetmin që e mbyste edhe pse ishte e rrethuar me njerëz. Për mbi ngarkesën e kujdesit për gjithçka vetëm. Për ndjesinë se po rriste 3 fëmijë brenda një martese që ekzistonte vetëm në letër. Shkroi derisa i dhimbnin duart. Dhe kur mbaroi, ishte pothuajse ora 2 e mëngjesit. Ruajti skedarin dhe mbylli kompjuterin. Nuk e dinte ende çfarë do të bënte me të. Por duhej ta nxirrte jashtë. Duhej që ajo dhimbje të merrte fjalë, edhe nëse askush nuk do t'i lexonte. Ditët në vijim ishin të njëjta. Arbeni u kthye nga Prishtina të premten, por ishte sikur të mos ishte kthyer. Qëndroi në shtëpi gjatë fundjavës, por kaloi pjesën më të madhe të kohës në zyrë, në telefonata të pafundme, në videokonferenca që nuk mbaronin kurrë. Kur fëmijët përpiqeshin t'i flisnin, merrnin përgjigje të shkurtra dhe të irrituara. Babi, hajde luaj me ne në dhomë. Tani jo, bir, po punoj, më vonë vi. Babi, shiko vizatimin që bëra në shkollë. Sa bukur, lëre aty në tavolinë se më vonë e shoh mirë. Babi, do ta shohësh filmin me ne? Nuk mundem tani, duhet ta mbaroj këtë, dhe kështu, distanca mes tij dhe familjes rritej si një humner që askush nuk mund ta kalonte më. Anila filloi të vinte re detaje të tjera që më parë i kalonin pa u vënë re. Arbeni vinte në shtëpi me një parfum tjetër, një aromë që ajo nuk e njihte. Celulari i tij qëndronte gjithmonë me ekranin poshtë mbi tavolinë. Kur i binte, ai dilte nga dhoma për të folur, duke mbyllur derën pas vetes. Ndonjëherë ajo e dëgjonte të qeshte me zë të ulët gjatë këtyre telefonatave, një lloj të qeshure që ai nuk e bënte më kur ishte me të. Ajo nuk ishte naive. Dinte t'i njihte shenjat. Por një pjesë e saj ende rezistonte të besonte. Sepse të pranoje të vërtetën do të thoshte të merrje vendime të vështira. Dhe vendimet e friksonin. Por jeta ka një mënyrë për të na detyruar të përballemi me atë që nuk duam ta shohim. Dhe pikërisht kjo ndodhi një të martë në mbrëmje, ndërsa Arbeni ishte përsëri në udhëtim, këtë herë për në Vlorë. Anila mori një mesazh nga një numër i panjohur. E hapi pa u menduar shumë, duke menduar se ishte spam ose ndonjë gabim. Por kur pa përmbajtjen, ndjeu se bota i ndaloi. Ishte një video. E shkurtër, vetëm 15 sekonda. Por shkatëruese. Aty ishte Arbeni, në një restorant të sofistikuar që Anila e njohu si një nga më të shtrenjtët në Tiranë. Ai ishte ulur në një tavolinë intime, me ndriçim të ulët, muzikë në sfond. Dhe në anën tjetër të tavolinës ishte një grua që Anila nuk e kishte parë kurrë. E re, e bukur, elegante, e veshur me një fustan të kuq që tërhiqte vëmendjen. Ata ishin ulur shumë afër. Dora e tij mbi dorën e saj. Një puthje në qafën e saj. Një buzëqeshje bashkëpunuese. Një intimitet që nuk linte vend për dyshime. Gjithçka e regjistruar nga dikush që ishte aty, që pa, që filmoi dhe që vendosi se Anila duhej ta dinte. Ajo e pa videon 3 herë. Herën e parë, ndjeu se toka i rrëshiti nën këmbë. Herën e dytë, ndjeu një zemërim që i digjej brenda, duke u ngjitur nga gjoksi në fy. Herën e tretë, ndjeu një qartësi të ftohtë dhe therse, si një te akulli që i përshkonte zemrën. Nuk kishte më dyshime. Nuk kishte më justifikime. Nuk kishte më vend për iluzione. Arbeni po e tradhtonte. Dhe më keq, po e tradhtonte me një qetësi që tregonte se kjo nuk ishte e re. Nuk ishte një rrëshitje. Nuk ishte një gabim.
Ishte një zgjedhje e ndërgjegjshme, e qëllimshme, e përsëritur. Anila nuk fjeti atë natë. Qëndroi ulur në dhomën e errët të ndenjes duke parë qytetin e ndriçuar poshtë, ndërsa përpunonte gjithçka. Udhëtimet e vazhdueshme që tani kishin kuptim. Ftohtësia që tani kishte shpjegim. Indiferenca që tani kishte një emër. Gjithçka përputhej si pjesët e një puzleji makabër. Ajo nuk ishte më gruaja e tij. Ndoshta nuk kishte qenë më, të paktën jo vitet e fundit. Ishte vetëm nëna e fëmijëve të tij. Administratorja e shtëpisë. Figura që garantonte që gjithçka të funksiononte ndërsa ai jetonte jetën që donte, me kë donte. Kur lindi dielli, Anila tashmë e dinte se çfarë duhej të bënte. Nuk do të bërtiste. Nuk do të bënte skandal. Nuk do të lutej. Mori celularin dhe e ruajti videon në 3 vende të ndryshme. Më pas, i telefonoi Elonës, një shoqe avokate që e njihte që nga fakulteti. Caktoi një takim për të njëjtën ditë. Filloi të organizonte dokumente, pasqyra bankare, fatura të gjithçkaje. Ajo nuk do ta bënte këtë në çfarëdo mënyre. Do ta bënte në mënyrën e duhur. Kur Arbeni u kthye nga udhëtimi 2 ditë më vonë, një të enjte në mbrëmje, e gjeti Anilën ulur në dhomën e ndenjes, duke e pritur. Ai hyri me valixhen e udhëtimit, kostumin e rrudhur, fytyrën e lodhur si gjithmonë dhe mezi e shikoi. Hodhi valixhen në 2 sheme dhe shkoi drejt e në dhomë. Por këtë herë, ajo nuk e la të kalonte. U ngrit dhe e ndoqi. Arben, duhet të flasim, ai pshertiu, i irrituar, duke hequr xhaketën. Anila, jo tani, jam i raskapitur nga ky udhëtim, ishte një ditë e tmerrshme, por ajo vazhdoi, e palëkundur, e mbjell në derën e dhomës. Tani, Arben. Duhet të jetë tani, ai ndaloi, duke vënë re diçka ndryshe në tonin e saj. U kthye dhe e shikoi me një përzierje irritimi dhe kurioziteti. U ul në cep të krevatit dhe kryqëzoi krahët. Çfarë ka këtë herë? Ajo mori frym thellë, duke ndier zemrën të rritë fort, por duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm. Unë di gjithçka. E di që je me dikë tjetër. I di gënjeshtrat, udhëtimet që nuk janë vetëm për punë. E di mungesën tënde, ftohtësinë tënde. Dhe nuk do ta pranoj më këtë. Arbeni qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke përpunuar atë që ajo kishte thënë. Më pas, në një përpjekje patetike për të mohuar, filloi të fliste me atë tonin arrogant që ajo e urrente. Anila, je çmendur, nuk e di për çfarë po flet, je paranojake, por ajo mori celularin, hapi videon dhe ja vuri përpara. Ai e pa dhe Anila pa se si u zbe ngjyra e fytyrës. Kur videoja mbaroi, ai nuk u përpoq më të mohonte. Thjesht shmangu shikimin, pa fjalë, pa justifikime. Anila vazhdoi dhe çdo fjalë dilte më e fortë se e mëparshmja. Dua divorcin. Do të dal nga kjo marrëdhënie dhe do të marr fëmijët tanë me vete. Ti mund të mbash perandorinë tënde, udhëtimet e tua, dashnoren tënde, jetën tënde të përsosur prej gënjeshtrash. Por nuk do të më përdorësh më si pjesë dekorimi në këtë farsë. Nuk do të shtireshesh më sikur jemi një familje ndërsa më trajton sikur jam e padukshme. Arbeni u ngrit nga krevati dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Anila pa emocion në fytyrën e tij. Por nuk ishte pendim. Nuk ishte turp. Ishte zemërim. Zemërim i pastër. Ai bëri një hap drejt saj dhe foli me zë të ulët, por me një helm në fjalë që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Ti mendon se do të marrësh fëmijët e mi? Ti nuk ke idenë se çfarë mund të bëj unë. Unë kam burime, Anila. Kam avokatët më të mirë të Tiranës. Kam pushtet. Kam influencë. Nëse do luftë, do ta kesh. Por mos mendo për asnjë sekond se do të dalësh nga kjo me fëmijët. Ata qëndrojnë me mua, kërcënimi mbeti në ajër, i rënd, real, i frikshëm. Anila ndjeu frikën t'i ngjitej në fyt. Për herë të parë që kur mori vendimin, ajo ndjeu se ndoshta e kishte nënvlerësuar personin me të cilin po përballej. Por nuk u tërhoq. Ngriti mjekrën, e shikoi në sy për herë të fundit atë natë dhe tha, me një vendosmëri që vinte nga diku thellë brenda saj. Atëherë le të jetë luftë, dhe doli nga dhoma, duke e lënë Arbenin vetëm me kërcënimet e tij, krenarinë e lënduar dhe zemërimin e tij. Ajo nuk e dinte ende se çfarë e priste. Nuk e imagjinonte deri ku do të ishte ai në gjendje të shkonte. Por një gjë e dinte. Nuk do të kthehej pas. Vendimi ishte marrë.
Dhe çfarëdo që të ndodhte prej aty tutje, ajo do ta përballonte. Për fëmijët, për veten, për dinjitetin që i kishte mbetur. Ditët që pasuan atë natë ishin më të vështira të jetës së Anilës. Arbeni u largua nga shtëpia të nesërmen duke marrë vetëm disa rroba dhe laptopin. Nuk pati lam të mirë. Nuk pati bisedë. Ai thjesht mori gjërat e tij dhe iku, duke lënë pas një heshtje që dukej më e rëndë se çdo fjalë. Fëmijët e kuptuan se diçka ishte ndryshe, por ishin shumë të vegjël për të kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte. Mami, ku është babi? Pyeti Genta gjatë darkës. Ai është në udhëtim, dashuria ime, u përgjigj Anila, edhe pse e dinte se ajo gënjeshtër nuk do të zgjaste shumë. Anila caktoi një takim me Elonën, shoqen e saj avokate, për të hënën pasardhëse. Mori të gjitha dokumentet që arriti të mblidhte, përfshirë videon që kishte marrë, pasqyrat bankare, faturat e shpenzimeve dhe madje edhe mesazhet e ftohta që Arbeni i dërgonte. Elona analizoi gjithçka me kujdes dhe pëshertiu rëndë. Anila, do të jem e sinqert me ty, kjo nuk do të jetë e lehtë. Arbeni ka shumë para dhe shumë pushtet. Ai mund të punësoj avokatët më të mirë të vendit. Mund ta zgjas këtë proces për vite me radhë nëse dëshiron. Dhe me siguri do të përpiqet të përdor të gjitha burimet e mundshme për të marrë kujdestarinë e fëmijëve. Anila ndjeu stomakun t'i përdridhej. Por unë jam nëna e tyre. Unë jam kujdesur për ta që kur kanë lindur. Ai kur nuk ka qenë i pranishëm. Si mund të doj t'i marrë ata tani? Elona e shikoi me një përzierje dhe mshurie dhe realizmi. Sepse ai mundet. Dhe sepse burrat si ai e urrejnë humbjen. Kjo nuk ka të bëjë me fëmijët, Anila. Ka të bëjë me kontrollin. Ka të bëjë me egon, dhe Elona kishte të drejtë. 2 javë pasi Anila paraqiti kërkesën për divorc, Arbeni u përgjigj me një padi duke kërkuar kujdestarinë ekskluzive të 3 fëmijëve. Justifikimi i paraqitur nga avokatët e tij ishte absurd, por teknikisht i ndërtuar mirë. Ata pretendonin se Anila kishte episode të paqëndrueshmërisë emocionale, se nuk kishte kushte financiare për të mbajtur fëmijët vetëm, se jetonte e izoluar pa një rrjet mbështetës. Çdo fjalë ishte një gënjeshtër e përpunuar me kujdes për të dukej e vërtetë. Anila e lexoi padin me duar që i dridheshin. Si mund ta bënte atë? Si mund të gënjente në atë mënyrë, të shtrembëronte realitetin, të përdorte ligjin për të lënduar? Ajo i telefonoi Elonës e dëshpëruar. Ata po thonë se unë jam e paqëndrueshme. Se nuk kam kushte. Kjo është gënjeshtër, Elona, ti e di që është gënjeshtër, e di, u përgjigj avokatja, por ata kanë burime për ta bërë të duket e vërtetë. Do të na duhen dëshmitar, dokumente, prova konkrete. Dhe do të duhet të jemi të përgatitura për një luftë të gjatë. Lufta filloi në mënyrë brutale. Arbeni punsoi një nga zyrat më të njohura të avokatisë në Tiranë, të specializuar në raste të vështira dhe në fitore me çdo kusht. Avokati kryesor, Dr. Ilir Basha, ishte i njohur për aftësinë e tij për të manipuluar narrativat dhe për të krijuar versione të përshtatshme të së vërtetës. Ai intervistoi njerëz që mezi e njihnin familjen. Arriti të merrte dëshmi të njëanshme nga punonjës që vareshin financiarisht nga Arbeni. Paraqiti raporte psikologjike të dyshimta që e pikturonin Anilën si një person emocionalisht të brishtë. Gjatë muajve të parë të procesit, Anila e gjeti veten në një malore emocionale që dukej se nuk kishte fund. Duhej të paraqitej në seanca ku merrej në pyetje për jetën e saj, zgjedhjet e saj, aftësinë e saj për të qenë nën. Duhej të dëgjonte akuza të rreme pa mundur të bërtiste se gjithçka ishte një farsë. Duhej të ruante qetësinë para fëmijëve, të cilët filluan të kuptonin se diçka shumë serioze po ndodhte. Fëmijët ishin të hutuar. Ardi filloi të urinonte në krevat, diçka që nuk ndodhte prej më shumë se një viti. Luani u bë më i qetë, më i tërhequr, kalonte orë të tëra duke luajtur vetëm në dhomë. Dhe Genta, më e ndjeshma nga të 3, filloi të shihte makthe. Zgjohej në mes të natës duke qarë, duke thirrur të ëmën, duke thënë se kishte frikë se edhe ajo do të ikte. Anila i përqafonte të 3, i ngushëllonte, u premtonte se kur nuk do t'i braktiste. Por thellë, ajo vetë kishte frikë se nuk do të arrinte ta mbante këtë premtim. Arbeni, nga ana tjetër, filloi të shfaqej më shumë në jetën e fëmijëve. Jo sepse interesohej vërtet, por sepse avokatët e tij e këshilluan të krijonte një imazh të një babai të pranishëm.
Ai I merrte trenjakët nga shkolla një herë në javë, I çonte për akullore, u blinte lodra të shtrenjta, bënte foto dhe I postonte në rrjetet sociale me mbishkrime emocionuese për të qenit baba. Gjithçka e llogaritur. Gjithçka strategjike. Gjithçka e rreme. Anila e shite këtë dhe ndjente një përzierje zemërimi dhe pafuqie. Ajo e njihte Arbenin. E dinte se ai interes I papritur ishte vetëm teatër për t'i bërë përshtypje gjykatësit. Por fëmijët nuk e dinin. Për ta, babai që gjithmonë kishte qenë mungesor, papritur ishte aty, duke u kushtuar vëmendje, duke u blerë dhurata. Dhe kjo I hutonte edhe më shumë. Në një nga seancat, gjykatësi I pyeti drejt për drejt avokatët e Arbenit se çfarë provash kishin për paqëndrueshmërinë e supozuar emocionale të Anilës. Doktor Iliri paraqiti një raport të përpiluar nga një psikologe e punësuar prej tyre, e cila kur nuk kishte folur personalisht me Anilën, por që konkludonte bazuar në supozime dhe rrëfime të palëve të treta, se ajo shfaqte shenja të brishtësisë psikologjike. Elona e kundërshtoi menjëherë, duke theksuar mungesën e bazës teknike dhe etike të atij dokumenti. Por dëmi tashmë ishte bërë. Fara e dyshimit ishte mbjellë. Muajt kalonin dhe procesi zvarritej pa një përcaktim të qartë. Anila filloi të shiste disa bizhuteri që I kishte ruajtur për të paguar honoraret e Elonës. Parat po mbaronin. Arbeni, nga ana tjetër, dukej se kishte burime të pakufizuara për të mbështetur atë betejë. Çdo javë, një padi e re e paraqitej. Çdo muaj, një pretendim I ri bëhej. Ishte një luftë raskapitjeje dhe ai e dinte këtë. Atëherë ndodhi ajo që Anila I frikësoi më shumë. Në një vendim të ndërmjetëm, gjykatësi vendosi që, ndërsa procesi vazhdonte, kujdestaria e përkohshme e fëmijëve do t'i kalonte Arbenin. Justifikimi ishte se ai kishte kushte më të mira financiare për të siguruar jetesën e fëmijëve dhe se shtëpia ku ai jetonte, e njëjta papafingo ku familja kishte jetuar së bashku, ofronte më shumë strukturë. Anila do të kishte të drejtë për vizita të mbikëqyrura 2 herë në javë. Kur Elona I telefonoi për t'i dhënë lajmin, Anila ndjeu se bota I shembej. Nuk mund të jetë, Elona. Të lutem, më thuaj që kjo nuk po ndodh. Ata nuk mund të mi marrin fëmijët. Unë jam nëna e tyre. Unë jam kujdesur për ta gjithë jetën, zëri I Elonës ishte I mbytur. E di, Anila. E di. Por është një vendim I ndërmjetëm. Do të apelojmë. Do të luftojmë. Por për momentin do të duhet ta zbatosh. Ditën kur fëmijët shkuan në shtëpinë e babait, Anila mendoi se nuk do të mund ta duronte. Ajo u rregulloi valixhet me duar që I dridheshin, u vendosi rrobat e preferuara, arushët pelush, bataniet që përdornin për të fjetur. Ardi, Luani dhe Genta nuk e kuptonin mirë se çfarë po ndodhte. Mami, do të jetojmë me babin tani? Pyeti Luani. Për momentin po, dashuria ime. Por mami do t'ju vizitoj gjithmonë. Dhe shumë shpejt do të ktheheni në shtëpi, ajo u përpoq të buzëqeshte, por lotët I rridhnin pa pushim. Kur Arbeni erdhi për të marrë fëmijët, ai as nuk e shikoi Anilën. Thjesht mori valixhet, I futi në makinë dhe I mori të tre. Anila mbeti në derë duke parë makinën të largohej, duke ndjerë një boshllëk aq të madh sa duke I pamundur për t'u mbushur. Hyri në shtëpi dhe ndjesia ishte shkatërruese. Shtëpia ishte në heshtje. Nuk kishte zhurmë fëmijësh. Nuk kishte lodra të shpërndara. Nuk kishte të qeshura. Vetëm një boshllëk I pafund që zinte çdo dhomë. Në ditët që pasuan, Anila mezi hëngri. Mezi fjeti. Kalonte netët zgjuar duke parë tavanin, duke menduar për fëmijët, duke imagjinuar nëse ishin mirë, nëse u kishte marrë malli, nëse po qanin. Vizitat e mbikëqyrura ishin të dhimbshme. Ajo kishte të drejtë për 2 orë, 2 herë në javë, në një hapësirë të caktuar nga shërbimi social. Nuk mund t'i merrte fëmijët në shtëpi. Nuk mund t'u bënte dush. Nuk mund t'i vinte në gjumë. Vetëm të qëndronte aty nën syt vigjilent të një punonjëseje sociale, duke u përpjekur të ishte në 2 orë të matura me kronometër. Fëmijët vinin gjithmonë të heshtur në këto vizita. Ardi nuk buzëqeshte më si më parë. Luani shmangte shikimin në sytë e së-ëmës. Dhe Genta, që gjithmonë kishte qenë e lidhur me të, tani qëndronte larg, sikur të kishte frikë të lidhej përsëri dhe të vuante nga një ndarje tjetër. Anila përpiqej të bisedonte, të luante, t'i bënte të qeshnin. Por ishte e vështirë.
Ishte si të përpiqeshe të rindërtoje një urë që ishte shkatëruar. Ndërkohë, në shtëpinë e Arbenit, gjërat filluan të ndryshonin shpejt. Vetëm 2 javë pasi mori kujdestarinë e përkohshme, ai solli Valbonën, gruan me të cilën tradhtoi Anilën, për të jetuar në Papafingo. Fëmijët u çuditën. Kush është ajo, babi? Pyeti Ardi. Është një shoqe e babit që do të jetoj këtu me ne, u përgjigj Arbeni, sikur të ishte gjëja më normale në botë. Por nuk ishte normale. Ishte konfuze. Ishte e çuditshme. Ishte një tjetër ndryshim mes kaq shumë ndryshimesh që ata tashmë kishin përjetuar. Valbona ishte e bukur, elegante, gjithmonë e rregulluar mirë. Në fillim, ajo madje u përpoq të ishte e sjellshme me fëmijët. U sillte ëmbëlsira, u premtonte shëtitje, fliste me zë të ëmbël. Por fëmijët nuk mashtroheshin aq lehtë. Ata e dinin, edhe pa e kuptuar plotësisht, se ajo grua kishte diçka të bënte me mungesën e nënës së tyre. Dhe kjo krijonte një barrierë të padukshme, por shumë reale. Arbeni, i dashuruar dhe i verbër nga risia, vendosi ta zyrtarizonte marrëdhënien shpejt. Vetëm 3 muaj pasi i mori fëmijët Anilës, ai u martua me Valbonën në një ceremoni të vogël por luksoze, të mbajtur në një restorant të shtrenjtë pranë liçenit artificial të Tiranës. Fëmijët u detyruan të merrnin pjesë, të veshur me rroba elegante, duke buzëqeshur për fotot që do të përdoreshin në rrjetet sociale për të treguar një familje të lumtur dhe të rindërtuar. Por brenda, ata ishin të hutuar, të trishtuar dhe me mall për nënën e tyre të vërtetë. Anila e mori vesh për martesën përmes një fotoje që pa në Instagramin e një të njohur. Aty ishte Arbeni, me kostum gri, pranë Valbonës, me fustan të bardhë, dhe 3 fëmijët para tyre. Mbi shkrimi thoshte diçka për rifillime dhe familje të reja. Anila ndjeu një dhimbje fizike në gjoks. Si mund ta bënte atë? Si mund t'i përdorte fëmijët e saj si aksesor në një farsë kaq groteske? Ajo i telefonoi Elonës, e dëshpëruar. Ata u martuan. Ai i mori fëmijët e mi në dasmën e tij me dashnoren. Kjo nuk mund të jetë e lishme. Duhet të ketë diçka që mund të bëjmë, Elona pshërtiu në anën tjetër të linjës. Anila, e kuptoi dhimbjen tënde. Por ligjërisht, për sa kohë ai ka kujdestarinë e përkohshme, ai mund t'i marrë këto vendime. Ne po apelojmë, por këto procese janë të ngadalta. Duhet të kesh durim, por durimi ishte pikërisht ajo që Anila nuk e kishte më. Çdo ditë larg fëmijëve ishte një torturë. Çdo natë që nuk mund t'i përqafonte ishte një agoni. Dhe tani, të dinte se ata po jetonin me atë grua, duke e quajtur atë vend shtëpi, ishte e padurueshme. Ajo që Anila nuk e dinte ende ishte se gjërat në shtëpinë e Arbenit ishin gati të ndryshonin në një mënyrë që askush nuk e imagjinonte. Valbona kishte arritur atë që donte. Kishte mbiemrin, kartën e kreditit pa limit, Papafingon luksoze, jetën e rehatshme që gjithmonë e kishte ëndërruar. Dhe tani që kishte gjithçka të garantuar në letër, të nënshkruar dhe të zyrtarizuar, maska filloi të binte ngadalë. Gruaja elegante dhe e kujdesshme që joshi Arbenin, pak nga pak filloi të zhdukej, si boj që zbehet në diell. Në vend të saj, shfaqej dikush krejtësisht tjetër. Dikush që Arbeni së shpejti do të zbulonte se ishte shumë ndryshe nga iluzioni që ai kishte blerë. Dhe fëmijët të pafajshëm dhe të pambrojtur do të ishin të parët që do të vuanin nga ky transformim i dhimbshëm. Ndryshimet filluan në mënyrë delikate. Valbona, e cila më parë zgjohej herët, vishej në mënyrë të patëmet dhe kujdesej për pamjen e saj me një përkushtim pothuajse fetar, filloi të flinte deri vonë. Rrobat elegante I lan vendin pijameve të gjera që I vishte deri në mesdil. Grimi I patëmet u zëvendësua nga një fytyrë e lodhur dhe e lën pas dore. Flokët gjithmonë të kapur dhe të rregulluar mirë, tani qëndronin të lëshuar, të shpupuritur, pa trajtim. Ishte sikur, pasi kishte arritur objektivin, ajo nuk kishte më nevojë të bënte përpjekje. Arbeni e vuri re, por në fillim nuk I dha shumë rëndësi. Mendoi se ishte vetëm një fazë përshtatjeje, rehatje në të qenit e martuar, relaksimi pas stresit të dasmës. Por ajo që ai nuk e kuptoi ishte se kjo ishte vetëm fillimi I një ndryshimi shumë më të thellë dhe shqetësues. Ndryshimi I dytë ishte në ushqim. Valbona kishte qenë gjithmonë e dobët, e kontrolluar, e kujdesshme me atë që hante. Por tani, me akses të pakufizuar në gjithçka, ajo filloi të dorëzohej pa kufi. Porosiste ushqim çdo ditë. Ushqim të shpejtë, ëmbëlsira, pije të gazuara, gjithçka në sasi të tepruar.
hante vetëm e mbyllur në dhomë duke fshehur mbetjet e ambalazheve. Dhe sa më shumë hante, aq më shumë donte të hante. Ishte sikur një digë ishte hapur dhe ajo nuk mund të ndalonte më. Brenda pak muajsh, transformimi fizik ishte i dukshëm. Trupi dikur elegant shtoi kilogram me shpejtësi. Rrobat u ngushtuan. Fytyra u fri. Lëvizjet u bën më të ngadalta, më të rënda. Valbona nuk ishte më ajo gruaja që Arbeni njohu në restorant atë natë. Ishte një person tjetër. Dhe Arbeni, i cili gjithmonë e kishte vlerësuar pamjen dhe imazhin, filloi të ndjente neveri. Tërheqja që ndjeu u kthye në përbuzje. Dëshira u kthye në zhgënjim. Por më e keqja nuk ishte ajo që po ndodhte me Valbonën. Më e keqja ishte ajo që po ndodhte me fëmijët. Ardi, Luani dhe Genta, tashmë të brish nga ndarja e nënës, nga ndryshimi i papritur i rutinës, nga konfuzioni i të pasurit një të huaj që jetonte me ta, filluan të zhvillonin mekanizmat e tyre të mbrojtjes. Dhe mekanizmi që gjetën ishte ushqimi. Me Anilën, vaktet ishin gjithmonë të balancuara, të shëndetshme, të bëra me kujdes. Ajo përgatiste mëngjesin me fruta, drekën me perime, darkën me proteina dhe zarzavate. Gjithçka e menduar për të ushqyer fëmijët, për të kujdesur për shëndetin e tyre. Por tani, me Arbenin mungesor gjatë gjithë kohës dhe Valbonën të zhytur në kënaqësinë e saj, fëmijët u lanë në mëshirë të fatit. Valbona nuk gatuante. Nuk i interesonin oraret. I linte fëmijët të hanin çfarë të donin, kur të donin. Dhe ata, duke ndjerë mungesën e dashurisë së nënës, të përqafimit, të afeksionit, gjetën në ushqim një stre emocionale. Filluan të hanin në mënyrë kompulsive. Biskota, patatina, ëmbëlsira, pije të gazuara. Gjithçka që ishte në dispozicion dhe që mbushte atë boshllëk që ndjenin brenda. Brenda pak muajsh, të tre. U shëndoshën dukshëm. Rrobat e vogla që Anila ua kishte lënë u ngushtuan. Fytyrat u fryn. Lëvizjet u bën më të ngadalta. Dhe më e keqja, ata u bën më të trishtuar, më të heshtur, më të mbyllur. Gëzimi që kishin kur jetonin me nënën ishte zhdukur plotësisht. Tani ishin vetëm 3 fëmijë të humbur në një shtëpi shumë të madhe, pa afeksion, pa kujdes, pa dashuri. Gjatë vizitave të rralla që Anila kishte të drejtë, ajo i vuri re ndryshimet. Herën e parë që i pa fëmijët pas 2 muajsh pa mundur t'i vizitonte për shkak të problemeve burokratike të procesit, ajo pothuajse nuk i njohu. O Zot, çfarë ju kanë bërë? Fjalët i dolën para se të mund t'i mbante. Ardi ishte me fytyrë të rumbullakët, me faqe të fryra. Luani ishte shëndoshur aq shumë sa dukej si një fëmijë tjetër. Dhe Genta, vajza e saj e vogël, ishte e panjohshme. Anila u përpoq të bisedonte me ta për këtë, por ata e shmangnin temën. Nuk donin të flisnin për shtëpinë e babait. Nuk donin të flisnin për Valbonën. Nuk donin të flisnin për asgjë. Vetëm donin të qëndronin aty në prerin e nënës duke shijuar ato 2 orë që dukej se kalonin në sekonda. Kur Anila e pyeti Arbenin për shtimin në peshë të fëmijëve, ai ishte evaziv. Janë fëmijë, Anila. Fëmijët shëndoshen dhe dobësohen. Ti po sheh problem aty ku nuk ka, por ajo e dinte se kishte. Ajo ishte nën. I njihte fëmijët. Dhe e dinte se kjo nuk ishte normale. Kjo ishte pasqyrimi diçkaje shumë të gabuar. Ajo që Anila nuk e dinte ishte se gjërat në shtëpinë e Arbenit ishin gati të përkeqësoheshin edhe më shumë. Sepse Valbona, pasi shtoi peshë dhe humbi plotësisht pamjen që kishte më parë, filloi të ndjente një mllef të thellë. Mllef ndaj vetes, ndaj situatës dhe veçanërisht ndaj fëmijëve. Ata 3 fëmijë që e shikonin me çudi, që qartësisht preferonin nënën, që nuk e respektonin si figurë autoriteti. Dhe kur Arbeni filloi të bënte komente për pamjen e saj, kur filloi ta krahasonte me atë që ishte më parë, kur filloi të tregonte për buzjen që ndjente, mlefi i Valbonës u shndërrua në zemërim. Zemërim që ajo nuk mund ta drejtonte te Arbeni, sepse varej financiarisht prej tij. Zemërim që nuk mund ta drejtonte te vetja, sepse nuk kishte guxim të ndryshonte. Kështu, ajo e drejtoi te të vetmit që nuk mund të mbroheshin. Fëmijët. Mizoria filloi në mënyrë të fshehtë. Komente dashakeqe për peshën e tyre. Shikoni sa të shëndosh jeni. Nëna juaj nuk ju mësoi të kishit turp, krahasime me fëmijë të tjerë. Djali i fqinjës është kaq i bukur, kaq i dobët, kaq i sjellshëm.
Jo si ju, dhe pak nga pak, fjalët minuan vetë vlerësimin e 3 fëmijëve që tashmë ishin kaq të brishtë. Por fjalët ishin vetëm fillimi. Sepse kur Arbeni, në një debat të nxehtë, ia përplasi në fytyrë Valbonës se ishte shndërruar në diktë të panjohshëm, se kishte humbur gjithë bukurinë dhe elegancën që e bënin tërheqëse, ajo vendosi të merrte një masë mizore dhe frikacake. Nëse unë u shëndosha, fëmijët do të dobësohen. Do të kujdesem për shëndetin e tyre, dhe ky kujdes, që duhej të ishte i dashur, u kthye në ndëshkim. Valbona filloi të kontrollonte rreptësisht ushimin e trenjakëve. Ndërsa ajo vetë hante pa kufi, u afshite ushimin fëmijëve. U shërbente pjata të vogla. Mbyllte frigoriferin me dri. Fshite ushimet e lehta. Dhe kur ata ankoheshin për uri, ajo u thoshte me ftohtësi: "Jeni të shëndosh. Duhet të dobësoheni. Duroni." Uria që ndjenin fëmijët nuk ishte vetëm fizike. Ishte edhe emocionale. Uri për ushqim. Uri për dashuri. Uri për kujdes. Dhe askush aty nuk ishte i gatshëm të shuante asnjërin nga këto uri. Arbeni, i zhytur në bizneset e tij dhe në pendimin e tij të heshtur që ishte martuar me Valbonën, nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Ose ndoshta e kuptonte, por preferonte ta injoronte. Ishte më e lehtë kështu. Më komode. Më pak e mundimshme. Dhe fëmijët, pa zë, pa fuqi, pa mbrojtje, vuanin në heshtje, duke pritur për një mrekulli që dukej se nuk do të vinte kurrë. Një mrekulli që kishte emër dhe adresë. Një mrekulli që po luftonte pa u lodhur në anën tjetër të qytetit, duke mbledhur forca, duke kërkuar drejtësi, pa u dorëzuar kurrë. Anila. Anila nuk dorëzohej. Edhe në ditët më të errëta, edhe kur lodhja dukej e padurueshme, edhe kur parat pothuajse mbaronin dhe shpresa dukej gjithnjë e më e largët, ajo vazhdonte të luftonte. Shiste çfarë të mundte për të paguar avokatët. Pranoi të punonte si konsulente marketingu digital nga shtëpia, duke bërë punë të vogla që mezi paguanin faturat, por që të paktën e mbanin të zënë gjatë netëve pa gjumë. Çdo lek që fitonte ruhej për betejën gjyqësore. Çdo dokument organizohej me përpikëri. Çdo seancë përgatitej me përkushtim absolut. Elona, avokatja e saj, ishte bërë më shumë se thjesht një profesioniste. Ishte një mike, një aleate, dikush që besonte në drejtësi edhe kur sistemi dukej se dështonte. Ato kalonin orë të tëra duke studiuar jurisprudencën, duke kërkuar precedent, duke kërkuar zbrazëtira në mbrojtjen e Arbenit. Do t'ja dalim, Anila. E di që duket e pamundur tani, por e vërteta gjithmonë del në shesh. Gjithmonë, Elona i përsëriste këto fjalë si një mantra, duke u përpjekur të mbante gjallë shpresën e të dyjave. Ndërkohë, në Papafingon në Tiranë, jeta e 3 fëmijëve shkonte nga keq e më keq. Ambienti që duhej të ishte i kujdesit dhe mbrojtjes ishte shndërruar në një vend armiqësor dhe mbytës. Valbona, gjithnjë e më e hidhëruar dhe mizore, i trajtonte Ardin, Luanin dhe Gentën me një ftohtësi që lëndonte po aq sa çdo agresion fizik. Ajo kontrollonte çdo lëvizje të tyre, çdo copë ushqimi, çdo minutë të ditës. Vaktet u kthyen në momente tensioni. Ndërsa Valbona i shërbente vetes me bujari duke mbushur pjatën me gjithçka që shite përpara, fëmijët merrnin porcione qesharakisht të vogla. Një copë e vogël pule, 2 lugë oriz, një fletë sallate. Kjo është më se e mjaftueshme për ju. Shikoni sa të shëndosh jeni. Duhet të dobësoheni, fjalët dilnin me një përbuzje që fëmijët e ndjenin si thika të padukshme. Ardi, i cili gjithmonë ishte më i guximshëm nga të 3, përpiqej të ankojë. Teto, jam i uritur, por Valbona e priste me ashpërsi. Nuk jam tetoja jote. Dhe ti nuk je i uritur, je grykës. Mësoje ndryshimin, Luani përpiqej të merrte ushqim fshehurazi nga frigoriferi natën, por Valbona kishte vënë një dri. Genta, më e vogla dhe më e ndjeshme, vetëm qante me zë të ulët në jastëk çdo natë, me mall për nënën, me uri, me trishtim. Arbeni vazhdonte të ishte mungesor. Kalonte pjesën më të madhe të kohës në zyrë ose në udhëtime. Kur ishte në shtëpi, mbyllej. Në dhomë ose në zyrë, duke shmangur si Valbonën ashtu edhe fëmijët. Martesa që ai mendoi se do të ishte e përsosur ishte kthyer në një makt nga i cili nuk dinte si të dilte. Ai e shihte gjendjen e fëmijëve, e kuptonte se diçka ishte gabim, por preferonte të shtirej sikur nuk shihte. Ishte më e lehtë kështu. Më pak e komplikuar. Më pak e mundimshme.
Debatet mes Arbenit dhe Valbonës u bën të shpeshta. Ai akuzonte se ishte transformuar plotësisht, se kishte humbur gjithë kujdesin për pamjen, se e kishte mashtruar që në fillim. Ti nuk je më gruaja që njoha. Shikoje veten. E ke lëshuar plotësisht, Valbona ja kthente me të njëjtën monedhë. Dhe ti mendon se çfarë je? Një burr shembullor? Ti mezi qëndron në shtëpi. Mezi I shikon këta fëmijë. Je po aq mungesor tani sa ishe edhe më parë, ishte gjatë një prej këtyre debateve, një të enjte në mbrëmje, që ndodhi momenti që do të ndryshonte gjithçka. Arbeni dhe Valbona ishin në dhomë, duke I bërtitur njëri tjetrit. Debati kishte filluar sepse ai bëri një koment për peshën e saj dhe ajo ja ktheu duke I kujtuar se ai kur nuk kishte qenë I pranishëm për fëmijët. Zërat kumbonin në të gjithë shtëpinë. Fëmijët të friksuar u mbyllën në dhomën e tyre, të përqafuar me njëri tjetrin. Ardi, gjithmonë më vëzhguesi, vuri re diçka ndryshe atë natë. Celulari I babait kishte mbetur mbi tavolinën e dhomës së ndenjes. Arbeni gjithmonë e mbante telefonin me vete kudo, por në nxitim për të hyrë në dhomë për të debatuar me Valbonën, e kishte harruar. Aparati ishte aty, I zhbllokuar, I braktisur. Ardi shikoi vëllezërit e motrën. Duhej të bënte diçka. Ata nuk mund të jetonin më kështu. Nuk mund ta duronin më urinë, trishtimin, mungesën e nënës. Ai doli nga dhoma me kujdes, duke ecur në majë të gishtave. Britmat vazhdonin të vinin nga dhoma e Arbenit. Mori celularin me duar që I dridheshin dhe u kthye me vrap në dhomë. Luani dhe Genta e shikuan me sy të zgurdulluar. Çfarë do të bësh? Pëshpëriti Luani. Do t'i telefonoj mamit, u përgjigj Ardi me një vendosmëri që befasoi edhe atë vetë. Por ne nuk e dim numrin e saj, tha Genta me lot në sy. Ardi mendoi për një moment. Ai ishte I vogël, vetëm 5 vjeç, por ishte I zgjuar. Ju kujtua se nëna gjithmonë telefononte nga I njëjti numër. Dhe ju kujtua se e kishte parë këtë numër në ekranin e telefonit të babait disa herë, kur ajo telefononte për të folur për vizitat. Me gishtat e vegjël, ai hapi listën e thirrjeve të fundit. Dhe aty ishte emri I saj. Mami. Zemra e Ardit rahu fort. Ai shikoi vëllezërit e motrën edhe një herë, mori frym thellë dhe shtypi butonin e thirrjes. Në anën tjetër të qytetit, në një apartament të vogël që ajo e kishte marrë me qira me paratë e pakta që I kishin mbetur, Anila ishte ulur në divan, duke u përpjekur të mbaronte një punë në kompjuter. Ishte pothuajse ora 10 e natës. Ajo ishte e raskapitur, por duhej ta mbaronte atë projekt për të marrë pagesën dhe për të paguar qiran e muajit. Kur telefoni I ra dhe ajo pa se ishte numri I Arbenit, u hutua. Ai kur nuk telefononte në atë orë. Në fakt, ai kur nuk telefononte. U përgjigj me hezitim. Alo, nga ana tjetër, dëgjoj një zë që ja ndaloi zemrën. Mami, ishte Ardi. O Zot, Ardi? Biri im, ti je, zëri I saj doli I dridhur, I emocionuar. Po mami, un jam. Nuk mund të flisnim me ty, babi nuk na lejon. Na ka marrë shumë malli, Anila ndjeu lotët t'i buronin me njëherë. Dashuria ime, edhe mua më ka marrë shumë malli për ju. Çdo ditë mendoj për ju. Si jeni? Dhe atëherë Ardi, me guximin e një fëmije të dëshpëruar, filloi të tregonte gjithçka. Mami, këtu është shumë keq. Gruaja që jeton me ne është e keqe. Ajo na thot gjëra të këqija. Dhe nuk na lë të ham. Jemi të uritur, mami. Shumë të uritur, Anila ndjeu se bota I rrotulloi. Çfarë? Si nuk ju lë të hani? Tregoi mamit, bir. Tregoi gjithçka, dhe Ardi tregoi. Tregoi për porcionet e vogla të ushqimit. Për frigoriferin e mbyllur me dri. Për komentet mizore. Për mungesën e babait. Për netët kur ata qanin nga uria dhe malli. Luani mori telefonin gjithashtu dhe konfirmoi gjithçka. Genta, duke qarë, vetëm arrinte të thoshte mami, mami, hajde na merr, të lutem. Anila ishte e shkatëruar, por në të njëjtën kohë, një forcë që nuk e dinte se e kishte filloi të shfaqej brenda saj. Më dëgjoni mirë, dashuritë e mia mami do t'ju marr. Ju premtoj. Do të bëj gjithçka që kam në dorë për t'ju nxjerrë nga aty. Ju jeni të fortë, jeni trima. Duroni edhe pak, në rregull.
Ju dua më shumë se gjithçka në këtë botë, telefonata zgjati më pak se 5 minuta. Ardi e mbylli kur dëgjoi hapa që po afroheshin. E vendosi celularin përsëri në tavolinën e dhomës së ndenjes dhe vrapoi në dhomë. Të tre u përqafuan, ende të friksuar, por për herë të parë pas disa muajsh, me një fije shprese. Nëna e dinte. Nëna do t'i ndihmonte. Anila, nga ana tjetër, nuk humbi kohë. Regjistroi një audio duke treguar gjithçka që kishte dëgjuar dhe ja dërgoi Elonës, edhe pse ishte pothuajse mesnatë. Elona, dua ta dëgjosh këtë. Është urgjente. Fëmijët e mi më telefonuan. Ata po vuajnë. Ata po vuajnë nga uria. Duhet të bëjmë diçka tani, Elona i telefonoi përsëri brenda 10 minutash. Anila, kjo ndryshon gjithçka. Kjo është prova që na duhej. Do të paraqes një padi urgjente nesër në mëngjes. Do të kërkoj kthimin e menjëhershëm të kujdestarisë. Do të bashkëngjis rrëfimin tënd, do të përpiqemi të marrim një dëshmi nga fëmijët përmes shërbimit social. Por duhet të përgatitesh. Kjo do të jetë një luftë edhe më e madhe. Arbeni nuk do ta pranojë këtë në mënyrë paqësore, Anilës nuk i bëhej vonë. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të bënte Arbeni. Nuk kishte rëndësi sa para do të shpenzonte. Nuk kishte rëndësi sa avokat do të punsonte. Ajo do të luftonte. Do të luftonte me gjithçka që kishte dhe me atë që nuk kishte. Sepse ishin fëmijët e saj. Sepse ata po vuanin. Dhe sepse asnjë nën nuk dorëzohet kur fëmijët e saj kanë nevojë për të. Nëse do të ishit në vendin e Anilës, do të bënit atë që bëri ajo apo do të kishit ndjekur një rrugë tjetër? Na tregoni në komente. Të nesërmen në mëngjes, Elona paraqiti një kërkesë padi urgjente në proces. Bashkëngjiti rrëfimin e detajuar të Anilës për telefonatën. Kërkoi një inspektim të menjëhershëm në banesën e Arbenit. Kërkoi që fëmijët të dëgjoheshin nga një psikologe e specializuar në raste kujdestarie. Dhe më e rëndësishmja, kërkoi kthimin e menjëhershëm të kujdestarisë bazuar në indikacione të neglizhencës dhe keqtrajtimit emocional. Gjykatësi, pasi lexoi kërkesën, urdhëroi që të kryej një vizitë e papritur në shtëpinë e Arbenit atë javë. Një ekip nga shërbimi social u caktua për të vlerësuar kushtet në të cilat jetonin fëmijët. Arbeni u njoftua, por nuk pati kohë të përgatiste asgjë. Vizita do të ishte pa paralajmërim. Kur ekipi mbërriti në Papafingo një të mërkur pasdite, gjetën një skenar që konfirmonte të gjitha dyshimet. Fëmijët ishin dukshëm mbi peshën e shëndetshme, por në të njëjtën kohë shfaqnin shenja të privimit ushqimor. Frigoriferi ishte i mbyllur me dri. Kur u pyet, Valbona u përpoq të justifikohej duke thënë se ishte për të kontrolluar ushqimin e fëmijëve për arsye shëndetësore. Por punonisja sociale nuk u bin. Fëmijët u intervistuan veçmas. Ardi, me sinqeritetin tipik të një fëmije 5 vjeçar, tregoi gjithçka. Luani konfirmoi. Genta, duke qarë, tha se donte të kthehej te mami. Rrëfimet ishin konsistente, të detajuara dhe emocionalisht të ngarkuara. Nuk kishte dyshim se diçka ishte thellësisht e gabuar në atë shtëpi. Pas vizitës, Arbeni u përpoq të kontrollonte dëmin. E pushoi Valbonën? Jo. Vazhdoi me të. Por filloi të shtirej sikur ishte më i pranishëm. Filloi të vinte më herët në shtëpi. Të hante darkë me fëmijët. Të pyeste për ditën e tyre në shkollë. Gjithçka shumë vonë. Gjithçka shumë e sforcuar. Gjithçka shumë e rreme. 2 javë pas vizitës së shërbimit social, gjykatësi caktoi një seancë urgjente. Anila ishte e përgatitur. Elona kishte organizuar të gjitha provat, të gjitha rrëfimet, të gjitha evidencat. Nga ana tjetër, Arbeni dhe avokatët e tij përpiqeshin të minimizonin situatën, duke pretenduar se ishte gjithçka një keqkuptim, se Anila po manipulonte faktet. Por e vërteta ka një forcë që asnjë gënjeshtër nuk mund ta mposhë. Psikologjia që intervistoi fëmijët paraqiti një raport teknik të detajuar. Fëmijët shfaqin shenja të qarta të vuajtjes emocionale, privimit afektiv dhe neglizhencës. Ambienti në të cilin jetojnë aktualisht nuk ofron kushtet e duhura për zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Rekomandoi kthimin e kujdestarisë te prindi femër, Arbenit i u zbe fytyra. Avokatët e tij u përpoqën të kundërshtonin, por nuk kishte çfarë të kundërshtohej kundër realitetit. Provat ishin aty.
Rrëfimet ishin aty. E vërteta ishte aty. Gjykatësi, pasi dëgjoi gjithçka, mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Urdhëroi kthimin e menjëhershëm të kujdestarisë së 3 fëmijëve të prindi femër, Anila. Prindi mashkull do të ketë të drejtë për vizita të mbikëqyrura deri në një vendim të dytë. Vendimi është i menjëhershëm dhe i paapelueshëm në këtë moment, fjalët kumbuan në sallë si një bubullim çliruese. Anila nuk mundi t'i mbante lotët. Elona e përqafoi. Nga ana tjetër, Arbeni uli kokën. E dinte se kishte humbur. Humbur jo vetëm kujdestarin. Humbur besimin e fëmijëve. Humbur shansin për të qenë një baba i pranishëm. Humbur gjithçka për krenari, për vanitet, për zgjedhje të gabuara. Kur Anila shkoi për të marrë fëmijët atë pasdite, ishte ribashkimi më emocionues që kishte përjetuar ndonjëherë. Të 3 vrapuan në krahët e saj, duke qarë, duke qeshur, duke u përqafuar. Mami, u ktheve. U ktheve vërtet, ju thash që do të kthehesha, dashuritë e mia dhe këtë herë, askush nuk do të na ndaj më. Kur më, ajo i çoi në apartamentin e vogël që kishte marrë me qira. Nuk ishte një papafingo luksoze. Nuk kishte pishin apo sallë kinemaje. Nuk kishte dhoma të mëdha apo pamje panoramike të qytetit. Ishte një apartament i thjeshtë, me 2 dhoma, në një lagje më larg qendrës së Tiranës. Por kishte diçka që papafingoja nuk e kishte pasur kurrë. Kishte dashuri. Kishte kujdes. Kishte prani. Kishte një nën që zgjidhte të ishte aty çdo ditë, duke u zgjuar herët dhe duke fjetur vonë, duke i kushtuar çdo minutë të kohës së saj për të parë fëmijët të buzëqeshnin përsëri. Pak nga pak, plagët filluan të shëroheshin. Nuk ishte një proces i shpejtë. Nuk ishte i lehtë. Fëmijët mbanin shenja të thella të asaj që kishin përjetuar. Ardi shite makthe pothuajse çdo natë. Zgjohej i frikësuar, duke thirrur të ëmën, me frikën se ajo kishte ikur përsëri. Anila vraponte në dhomë, e përqafonte fort dhe i përsëriste si një mantra. Jam këtu, dashuria ime. Nuk do të shkoj askund. Je i sigurt. Jemi të gjithë të sigurt tani, Luani, i cili gjithmonë kishte qenë më i qeti, kishte zhvilluar një frikë të heshtur se ushqimi do të mbaronte. Fshite biskota në 2 sheh. Ruante copa buke në dollap. Hante shumë shpejt, sikur dikush do t'ia merrte pjatën në çdo moment. Anila e vuri re dhe, me durim të pafund, filloi t'i tregonte se nuk kishte nevojë të kishte frikë. Frigoriferi është gjithmonë plot, biri im. Mund të hash kur të jesh i uritur. Askush nuk do të ta marrë ushqimin, u deshën javë derisa Luani filloi ta besonte këtë. Dhe Genta, më e vogla, më e ndjeshme, ishte bërë e lidhur me të ëmën në një mënyrë që e shqetësonte. Nuk donte të shkonte në shkollë. Nuk donte të flinte vetëm. Qante sa herë që Anila largohej, edhe nëse ishte vetëm për të shkuar në tualet. Mami, mos ik. Të lutem, mos më lër, frika e braktisjes ishte instaluar aq thellë tek ajo sa do të duhej shumë kohë, shumë dashuri dhe shumë durim për t'u shëruar. Anila kërkoi ndihmë profesionale. I çoi të 3 fëmijët te një psikologe fëmijësh e specializuar në trauma. Seancat ishin të vështira në fillim. Fëmijët nuk donin të flisnin. Nuk donin të kujtonin. Por pak nga pak, me ambientin e sigurt dhe mikpritës që ofronte terapistja, ata filluan të hapeshin. Filluan të shprenin zemërimin, trishtimin, frikën. Dhe kjo ishte thelbësore për shërimin e tyre. Anila gjithashtu filloi të bënte terapi. Ajo duhej të përpunonte gjithçka që kishte jetuar. Tradhtin. Betejën gjyqësore. Ndarjen nga fëmijët. Frikën e humbjes së tyre për gjithmonë. E gjithë kjo la shenja të thella edhe tek ajo. Dhe ajo e dinte se, për të kujdesur mirë për fëmijët, duhej të kujdesej për veten së pari. Ndërkohë, jeta e Arbenit shkonte në drejtim të kundërt. Perandoria që ai ndërtoi me kaq shumë përpjekje filloi të shembej. Gjatë muajve që ishte i obsesionuar me martesën, me debatet me Valbonën, me betejën për kujdestarin, ai neglizhoi plotësisht biznesin. Takime u humbën. Kontrata të rëndësishme nuk u rinovuan. Klientët filluan të kërkonin konsulenca të tjera. Ajo që dikur ishte një kompani solide dhe e respektuar filloi të shfaqte shenja paqëndrueshmërie. Partnerët e Arbenit filluan të vinin në dyshim leadershipin e tij. Ai ishte mungesor. Ishte i shpërqendruar.
po bënte gabime që kur nuk do t'i bënte në të kaluarën. Financat e kompanisë filluan të binin në të kuqe. Punonjës u pushuan nga puna. Zyra u mbyllën. Ajo që u deshën vite për të ndërtuar po shembej brenda pak muajsh. Dhe Valbona? E po, Valbona vazhdonte të ishte aty. Jo sepse e donte Arbenin. Jo sepse i interesonte ai. Por sepse varej financiarisht. Për sa kohë kishte para, ajo do të qëndronte. Por parat po mbaronin. Dhe ajo e dinte këtë. Tashmë filloi të bënte plane për hapin tjetër. Tashmë shikonte burra të tjerë. Tashmë llogariste lëvizjen e saj të radhës. Sepse njerëzit si Valbona gjithmonë kanë një plan B. Arbeni e kuptonte gjithë këtë. E shite përbuzjen në sytë e saj. E shite interesin e saj vetëm kur bëhej fjalë për para. E shite se ishte përdorur, manipuluar, mashtruar. Por ishte shumë vonë. Martesa ishte një gabim. Jeta që ndërtoi ishte një gënjeshtër. Dhe ai ishte i bllokuar në gjithë këtë nga lakmia, krenaria dhe vaniteti i tij. Vizitat e mbikëqyrura me fëmijët ishin të dhimbshme për Arbenin. Fëmijët nuk donin të qëndronin pranë tij. Nuk i besonin më. Kur ai përpiqej të bisedonte, ata përgjigjeshin me një rrokje. Kur ai përpiqej t'i përqafonte, ata largoheshin. Lidhja ishte prishur. Dhe Arbeni nuk dinte si ta rregullonte. Nuk dinte nëse ishte e mundur ta rregullonte. Ardi, në një nga vizitat, e shikoi të atin me një pjekuri të frikshme për një fëmijë 5 vjeçar dhe i tha: "Ti zgjodhe atë në vendin ton. Ti e le atë të ishte e keqe me ne. Dhe ti nuk bëre asgjë." Fjalët dolën të thjeshta, por e pren Arbenin si një te impreh. Ai u përpoq të shpjegonte, të justifikohej, por fjalët tingëllonin boshe edhe për të. Ndërkohë, në shtëpinë e Anilës, jeta vazhdonte me thjeshtësi por me gëzim. Fëmijët filluan të luanin përsëri. Filluan të qeshnin përsëri. Ushqimi u normalizua gradualisht me ndjekje nutricionale. Pesha u rregullua natyrshëm. Makthet u paksuan. Besimi po rindërtoi tull pas tulle. Anila gjeti një punë më të mirë në një kompani marketingu që lejonte punë hibride. Kjo i jepte më shumë fleksibilitet për të qenë e pranishme në jetën e fëmijëve. Ajo i çonte dhe i merrte nga shkolla. I ndihmonte me detyrat e shtëpisë. Gatuante darkë çdo natë. Bisedonte për ditën e tyre. Ishte aty. E pranishme. Gjithmonë. Fëmijët filluan të bënin miq të rinj në shkollë. Ardi u fut në ekipin e futbollit. Luani zbuloi se i pëlqente të vizatonte. Genta filloi të merrte mësime baleti. Jeta po kthehej në normalitet. Një normalitet i thjesht, por i vërtet. Një normalitet i bërë nga gëzime të vogla, nga rutina, nga prania. Anila gjithashtu filloi të rindërtohej. Pranoi të dilte me shoqet her pas here. Filloi të rregullohej përsëri. Filloi të buzëqeshte përsëri. Vraga e tradhtisë dhe e gjithçkaje që kishte jetuar ishte ende aty, por nuk rrinte më gjatë. Ishte vetëm një shenjë e së kaluarës, një kujtim i asaj që ajo kishte kapërcyer. Një ditë, muaj pasi kishte rimarrë kujdestarinë e fëmijëve, Anila ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën kur Genta erdhi me vrap dhe i përqafoi këmbët. "Mami, të dua shumë. Ti je mami më e mirë në botë." Anila u ul, e mori vajzën në krah dhe ndjeu lotët t'i vinin. Lot mirënjohjeje. Lot lehtësimi. Lot fitoreje. Edhe unë të dua, vogëlushja ime. Dhe do të jem gjithmonë këtu. Gjithmonë atë natë, pasi i vuri të 3 fëmijët në gjumë, Anila u ul në divanin e vogël të dhomës së ndenjes dhe shikoi përreth. Apartamenti nuk ishte i madh. Mobiljet nuk ishin të reja. Nuk kishte luks. Por kishte paqe. Kishte dashuri. Kishte të vërtetë. Dhe ajo kuptoi se kishte fituar. Jo sepse rimori vetëm fëmijët, por sepse rimori veten. Sepse u tregoi fëmijëve se dashuria e vërtet nuk dorëzohet. Se e vërteta gjithmonë gjen një rrugë. Se asnjë pushtet, asnjë para, asnjë influencë nuk është më e madhe se dashuria e një nëne. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Anila fjeti e qetë, me sigurinë se më e keqja kishte kaluar dhe se prej aty e tutje, i mbetej vetëm të rindërtonte.
Dhe ajo ishte gati për këtë. Më e fortë, më e mençur, më e guximshme. Sepse ishte përballur me Ferin dhe kishte dalë fitimtare. Sepse kishte luftuar kundër gjithçkaje dhe të gjithëve. Dhe sepse, në fund, dashuria fitoi. Siç fiton gjithmonë. Një vit kaloi që kur Anila rimori kujdestarinë e fëmijëve. Një vit rindërtimi, shërimi, mësimi. Fëmijët kishin ndryshuar plotësisht. Nuk ishin më ata të vegjëlit e frikësuar, të trishtuar dhe të hutuar që ajo i mori atë pasdite emocionuese. Ishin fëmijë të lumtur, të shëndetshëm, të sigurt. Ardi u kthye në atë djalin shakator dhe kureshtar që kishte qenë gjithmonë. Luani zbuloi një talent të jashtëzakonshëm për vizatim dhe kalonte orë të tëra duke krijuar histori me vizatime. Dhe Genta kishte filluar të buzëqeshte përsëri atë buzëqeshje që ndriçonte çdo ambient. Anila i shikonte të tre dhe ndjente një mirënjohje të thellë. Nuk kishte qenë e lehtë. As pak. Kishte pasur net kur parat mbaronin dhe ajo nuk dinte si do të paguante qiran e muajit tjetër. Kishte pasur momente kur lodhja ishte aq e madhe sa mendonte se do të shembej. Kishte pasur ditë kur malli për jetën e rehatshme që kishte më parë shfaqej si një hije joshse. Por pastaj shikonte fëmijët. I shite duke qeshur. I shite duke luajtur. I shite duke qenë thjesht fëmijë. Dhe e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Jeta vazhdonte me thjeshtësi, por me plotësi. Anila zgjohej çdo ditë në 6 të mëngjesit, përgatiste mëngjesin me dashuri, i çonte fëmijët në shkollë, punonte gjithë ditën, i merrte nga shkolla, i ndihmonte me detyrat, gatuante darkën, bisedonte për ditën, i vinte në gjumë. Ishte një rutinë e lodhshme, por ishte një rutinë plot dashuri. Dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Në punë, Anila ishte shquar. Përkushtimi dhe kompetenca e saj tërhoqën vëmendjen e prorëve dhe ajo mori një promovim. Nuk ishte një rrogë milionere si ajo që fitonte Arbeni. Nuk lejonte luks të tepruar. Por mjaftonte për të jetuar me dinjitet. Mjaftonte për të paguar faturat. Mjaftonte për të blerë rroba të reja për fëmijët kur kishin nevojë. Mjaftonte për të bërë një shëtitje në park në fundjavë. Dhe kjo ishte më se e mjaftueshme. Fëmijët u përshtatën në mënyrë perfekte me jetën e re. Në fillim, pati çudi. Ardi pyeste pse nuk jetonin më në atë shtëpi të madhe. Luanit i mungonin disa lodra që kishin mbetur pas. Genta donte të dinte nëse një ditë do të kishin përsëri një shtëpi me pishin. Por Anila gjithmonë përgjigjej me sinqeritet dhe dashuri. Ne kemi atë që na duhet, dashuritë e mia, kemi një shtëpi të ngrohtë, ushqim në tryez, rroba të pastra dhe shumë dashuri. Pjesa tjetër është vetëm detaj, me kalimin e kohës, fëmijët kuptuan se lumturia nuk ishte në madhësinë e shtëpisë apo në sasinë e lodrave. Ishte në prani, në vëmendje, në kujdes, në përqafimet e natës së mirë, në përrallat e treguara para gjumit, në të qeshurat gjatë darkës, në bisedat për ditën, në gjithçka që ata kur nuk e kishin pasur në papafingon luksoze, por që e kishin me bollëk në apartamentin e thjeshtë. Ndërkohë, jeta e Arbenit vazhdonte në rënje të lirë. Perandoria që ai ndërtoi me kaq shumë përpjekje ishte shembur pothuajse plotësisht. Kompania e konsulencës që dikur ishte më e respektuara në Tiranë, tani mezi ekzistonte. Klientët ishin larguar. Partnerët ishin distancuar. Punonjësit ishin pushuar nga puna. Kishin mbetur vetëm disa fatura të vjetra që mezi i paguanin shpenzimet operative bazë. Arbeni kishte humbur gjithçka. Reputacionin, respektin, paratë. Dhe më e dhimbshmja, kishte humbur fëmijët. Vizitat e mbikëqyrura vazhdonin të ndodhnin një herë në muaj, por ishin takime boshe, të sikletshme, të dhimbshme. Fëmijët shkonin nga detyrimi, jo nga dëshira. Qëndronin aty të qetë duke ju përgjigjur pyetjeve me një rrokje, duke numëruar minutat për t'u kthyer në shtëpi. Në shtëpinë e vërtetë. Te nëna e vërtetë. Arbeni përpiqej. U sillte dhurata. U propozonte shëtitje. U bënte pyetje për shkollën. Por gjithçka tingëllonte e rreme, e sforcuar. Fëmijët e kuptonin. Dhe nuk mashtroheshin. Ardi, në një nga vizitat, e shikoi drejt e në sy të atin dhe i tha me një sinqeritet mizor:
Ti nuk je babai im I vërtet. Ti je vetëm personi që na bëri. Por ai që kujdeset, që do, që është gjithmonë aty, është mami. Ajo është babai dhe nëna jon në të njëjtën kohë. Fjalët e lënduan Arbenin më shumë se çdo dështim profesional. Sepse ishin të vërteta. Sepse ai e dinte, thellë, se kishte bërë zgjedhjet e gabuara. Se kishte prioritizuar gjërat e gabuara. Se kishte vlerësuar atë që nuk kishte rëndësi dhe kishte neglizhuar atë që kishte vërtet vlerë. Dhe tani, ishte shumë vonë për ta rregulluar. Urat ishin prishur. Dhe ai nuk dinte si t'i rindërtonte. Dhe Valbona? E po, Valbona nuk qëndroi shumë pranë Arbenit kur kuptoi se parat kishin mbaruar. Ajo duroi për sa kohë kishte ende rehati, kartë krediti pa limit dhe një jetë të lehtë. Por kur faturat filluan të vonoheshin, kur apartamenti duhej të shitej, kur lukset duhej të priteshin, ajo tregoi fytyrën e saj të vërtetë. Një mëngjes, Arbeni u zgjua dhe gjeti një letër mbi tavolinën e kuzhinës. Nuk shkon më, Arben. Unë nuk firmosa për të jetuar kështu. Pa çfarë, kjo ishte gjithçka. Asnjë shpjegim I hollësishëm. Asnjë kërkesë faljeje. Vetëm konstatimi I ftohtë se ajo ishte aty për parat dhe, pa para, nuk kishte arsye për të qëndruar. Arbeni e lexoi letrën dhe ndiu një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe poshtërimi. Lehtësim sepse ajo farsë martese më në fund kishte mbaruar. Poshtërim sepse ishte përdorur, manipuluar dhe hedhur si një objekt që humbi dobinë e tij. Ai u ul në divanin bosh të dhomës së ndenjes bosh dhe shikoi përreth. Papafingoja ishte shitur për të paguar borxhet. Tani ai jetonte në një apartament të vogël, të thjeshtë, pa luks. Vetëm. Plotësisht vetëm. Në muajt që pasuan, Arbeni u përpoq të rifillonte profesionalisht. Kërkoi punë në kompani të tjera. Dërgoi savë. Bëri intervista. Por reputacioni I tij ishte njollosur. Njerëzit e dinin për dështimin e kompanisë. I dinin zgjedhjet e këqija që ai bëri. Dhe askush nuk donte të rrezikonte të punësonte dikë që kishte shkatëruar perandorinë e tij nga neglizhenca dhe arroganca. Ai arriti, përfundimisht, të gjente një punë si konsulent I ri në një kompani të vogël. Rroga ishte një fraksion I asaj që ai fitonte zakonisht. Zyra ishte e ngushtë, pa luks. Nuk kishte më udhëtime ndërkombëtare, hotele me 5 hyje apo darka në restorante të sofistikuara. Ishte një jetë e zakonshme, e thjeshtë, e klasës së mesme punëtore. Ishte, ironikisht, jeta që Anila po jetonte dhe që ishte pafundësisht më e lumtur se e tija. Arbeni, në netët e vetmuara të apartamentit të tij të vogël, e gjente veten duke menduar për gjithçka që kishte humbur. Jo paratë. Jo kompaninë. Jo statusin. Por familjen. Fëmijët. Shansin për të qenë një baba I pranishëm. Mundësin për të ndërtuar kujtime të vërteta me ata 3 fëmijë që tani mezi e njinin si baba. Ai kujtonte fjalët e Anilës të thëna kaq kohë më parë, kur ajo kërkoi divorcin. Ti mund të mbash perandorinë tënde, udhëtimet e tua, jetën tënde të përsosur prej gënjeshtrash. Por nuk do të më përdorësh më si pjesë dekorimi në këtë farsë, dhe tani ai e kuptonte. Ajo kishte të drejtë. E gjithë ajo ishte një farsë. Një iluzion. Një gënjeshtër që ja tregoi vetes dhe që I kushtoi gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Një pasdite me shi të shtunën, Arbeni po ecte nëpër rrugët e Tiranës kur pa diçka që e bëri të ndalonte. Në anën tjetër të rrugës, në një park të vogël, ishte Anila me 3 fëmijë. Ata po luanin në një pemë, duke qeshur, duke vrapuar, duke u argëtuar. Anila ishte ulur në një stol, duke buzëqeshur, duke vëzhguar fëmijët me atë shikimin e një nëne që vërshon dashuri. Arbeni qëndroi aty, I fshehur pas një kioske gazetash, vetëm duke vëzhguar. Fëmijët ishin kaq të lumtur. Kaq të lehtë. Kaq të shëndetshëm. Ardi vraponte pas luanit duke u përpjekur ta kapte. Genta bënte një koreografi të sajuar. Dhe Anila duartrokiste, inkurajonte, merrte pjesë. Ishte një skenë e thjeshtë. Por ishte një skenë plot jetë. Plot dashuri. Plot të vërtetë. Dhe Arbeni e kuptoi me një qartësi të dhimbshme se ai kur nuk ishte pjesë e kësaj. Kur nuk ishte I pranishëm në ato momente të thjeshta. Kur nuk luajti me fëmijët në park. Kur nuk u ul vetëm për t'i vëzhguar ata të ishin fëmijë.
Gjithmonë ishte shumë i zënë, shumë i rëndësishëm, shumë i ngarkuar. Dhe tani, shihte se çfarë kishte humbur. Dhe dhemte. Dhemte më shumë se çdo gjë tjetër që kishte ndjerë ndonjëherë. Anila u ngrit nga stoli dhe i thiri fëmijët. Është koha të shkojmë, dashuritë e mia, të shkojmë në shtëpi të bëjmë një çokoladë të nxehtë. Të tre vrapuan drejt saj, secili duke kapur një dorë dhe u larguan duke ecur në trotuar. Duke qeshur. Duke biseduar. Së bashku. Një familje e vërtetë. Arbeni vazhdoi të qëndronte aty, duke i parë ata të largoheshin derisa u zhdukën në cep të rrugës. Dhe atëherë, për herë të parë pas shumë kohësh, ai qau. Qau për gjithçka që humbi. Qau për të gjitha zgjedhjet e gabuara. Qau për jetën që mund të kishte pasur dhe që e shkatërroi. Me duart e veta. Qau sepse e kuptoi shumë vonë se asnjë perandori, asnjë para, asnjë sukses profesional nuk vlen më shumë se dashuria e një familjeje. Por për Anilën dhe fëmijët, ajo ishte vetëm një eshtun tjetër normale. Një eshtun shëtitjeje në park, të qeshurash, çokoladë të nxehtë në shtëpi, filmash të parë së bashku në divanin e vogël, përqafimesh dhe bisedash para gjumit. Ishte një eshtun e thjeshtë. Por ishte një eshtun e lumtur. Dhe kjo ishte fitoria e vërtetë. Në vitet që pasuan, jeta e Anilës vazhdoi trajektoren e saj në rritje. Ajo mori promovime të reja në punë. Arriti të merrte me qira një apartament pak më të madh, me 3 dhoma, në mënyrë që çdo fëmijë të kishte hapësirën e vet. Fëmijët u rritën të fortë, të shëndetshëm, të ekuilibruar. Ardi u bë një djalë i përgjegjshëm dhe mbrojtës i vëllezërve e motrës. Luani zhvilloi talentin e tij artistik dhe filloi të fitonte konkurse të vogla vizatimi. Genta lulëzoi në një vajzë të sigurt dhe të dashur. Dhe më e rëndësishmja se çdo arritje materiale, ata ishin të lumtur. Kishin një rutinë të qëndrueshme. Kishin një nënë të pranishme. Kishin dashuri me bollë. Kishin siguri emocionale. Kishin gjithçka që ka vërtet rëndësi në jetë. Arbeni vazhdoi jetën e tij mediokre. Nuk e rindërtoi perandorinë. Nuk e rifitoi statusin. Nuk i rifitoi fëmijët. Jetonte vetëm, duke punuar në një punë të zakonshme, duke u kthyer në një apartament bosh çdo natë. Vizitat me fëmijët u bën gjithnjë e më të rralla derisa pothuajse nuk ndodhnin më. Fëmijët u rritën pa praninë e tij. Dhe ai u kthye në një figurë të largët, një emër në certifikatën e lindjes, por jo një baba i vërtetë. Dhe kështu, historia që filloi me një perandori të admiruar nga të gjithë, përfundoi duke treguar se asnjë sukses profesional nuk kompenson mungesën në jetën e atyre që duam. Se asnjë pasuri materiale nuk vlen më shumë se dashuria e vërtetë. Se zgjedhjet që bëjmë përcaktojnë jo vetëm të ardhmen tonë, por edhe të ardhmen e të gjithëve rreth nesh. Dhe se, në fund, ajo që mbetet kur gjithçka shembet nuk janë shifrat në një llogari bankare apo çmimet në një rraf. Ajo që mbetet janë njerëzit që duam dhe që na duan. Dhe Arbeni, për fat të keq, e zbuloi këtë shumë vonë. Anila, nga ana tjetër, dëshmoi se forca e një nëne është në gjendje të kapërcejë çdo pengesë. Se dashuria e vërtet nuk dorëzohet para pushtetit apo parave. Se e vërteta gjithmonë gjen një rrugë, edhe kur gjithçka duket e humbur. Dhe se rifillimi, edhe nëse është nga zeroja, është gjithmonë i mundur kur ke dashuri, guxim dhe vendosmëri. Dhe 3 fëmijët? E po, ata u rritën duke e ditur se kishin një nën që luftoi për ta deri në fund. Një nën që kur nuk u dorëzua. Një nën që tregoi me vepra dhe jo vetëm me fjalë se çfarë do të thotë të duash vërtet. Dhe kjo ishte dhurata më e madhe që Anila mund t'u jepte fëmijëve të saj. Jo një shtëpi luksoze. Jo një jetë pasurish. Por një jetë dashurie, pranie, të vërtetë. Kur Ardi mbushi 8 vjeç, 3 vjet pas ribashkimit përfundimtar me të ëmën, ai shkroi një ese në shkollë për personin që admironte më shumë. Mësuesja u emocionua kur e lexoi. Nëna ime është personi më trim që njoh. Ajo luftoi shumë për të qëndruar me ne. Ajo punon çdo ditë për të na dhënë ushqim dhe shtëpi. Ajo kur nuk dorëzohet. Kur të rritem, dua të jemi fortë si ajo. Mësuesja e thiri Anilën për një bisedë dhe, me lot në sy, i tregoi esen. Fëmijët tuaj e dinë sa shumë i doni. Kjo është e bukur. Kjo është e rrallë. Luani, i cili kishte zhvilluar një talent të jashtëzakonshëm për vizatim, bënte histori me vizatime për një superheroin që shpëtonte fëmijë.
Superheroina nuk kishte superfuqi. Nuk fluturonte. Nuk kishte superforcë. Por kishte dashuri. Dhe kjo dashuri e bënte të pamposhtur. Kur Anila e pyeti se kush ishte ajo superheroin, Luani u përgjigj me thjeshtësi. Je ti, mami. Ti je superheroina jon, Anila e përqafoi të birin me aq forcë sa ai u ankua, duke qeshur. Mami, do të më shtypësh, dhe Genta, e cila kishte qenë më e traumatizuar nga ndarja, lulëzoi në një vajzë plot jetë. Ajo këndonte gjatë gjithë kohës. Kërcente nëpër shtëpi. Qeshte me zë të lartë. Dhe gjithmonë e mbyllte ditën duke përqafuar të ëmën dhe duke i thënë: Të dua deri në hën e prapa, mami, dhe Anila gjithmonë përgjigjej. Dhe unë të dua deri te yjet e prapa, vogëlushja ime. Rindërtimi nuk ishte vetëm i fëmijëve. Ishte edhe i Anilës. Ajo kishte hyrë në atë betejë thyrë, e lënduar, e tradhtuar. Dhe kishte dalë e transformuar. Më e fortë. Më e mençur. Më e ndërgjegjshme për vlerën e saj. Ajo mësoi se nuk i duhej një burr për të qenë e plotë. Nuk i duhej luks për të qenë e lumtur. Nuk i duhej miratimi i jashtëm për të ditur se po bënte gjën e duhur. Ajo gjithashtu mësoi të falte. Jo të falte Arbenin për zgjedhjet që ai bëri, por të falte veten që kishte besuar në iluzion për kaq shumë kohë. Që kishte heshtur kur duhej të fliste. Që kishte pranuar thërrime kur meritonte gjithë banketin. Falja nuk ishte e shpejtë. Nuk ishte e lehtë. Por ishte e nevojshme. Sepse të mbaje zemërim dhe mlef do të ishte si të pije helm dhe të prisje që tjetri të vdiste. Dhe Anila zgjodhi të jetonte. Të jetonte plotësisht. Disa vite më vonë, kur fëmijët ishin tashmë më të rritur, Anila njohu dikë. Nuk po kërkonte. Nuk po priste. Por jeta i ka këto surpriza. Ishte një burr i thjeshtë, mësues historie në shkollën ku studionin fëmijët. Ai ishte i sjellshëm, i vëmendshëm, i pranishëm. Nuk kishte para. Nuk kishte makinë të importuar. Nuk premtonte udhëtime ndërkombëtare. Por ofronte diçka shumë më të vlefshme. Prani. Respekt. Partneritet. Emri i tij ishte Artan. Ata filluan të takoheshin për kafe. Pastaj për darkë. Fëmijët e njohën dhe e pëlqyen. Jo sepse ai përpiqej të blinte afeksionin e tyre me dhurata të shtrenjta, por sepse interesohej sinqerisht për ta. Pyeste për shkollën. Ndiqte ndeshjet e futbollit të Ardit. Vlerësonte vizatimet e Luanit. Ndiqte shfaqjet e baletit të Gentës. Dhe kjo, për fëmijët që u rritën me një baba mungesor, ishte gjithçka. Anila nuk u nxitua. Nuk u hodh me kokë. Nuk u iluzionua. E mori shtruar. Duke e njohur. Duke ndërtuar. Dhe kuptoi se dashuria e vërtet nuk është ajo e filmave romantik. Nuk është ajo e gjesteve të mëdha dhe deklaratave pasionante. Është ajo që ndërtohet në përditshmëri. Në zgjedhjen për të qenë i pranishëm. Në dëshirën për të ndarë jo vetëm gëzimet, por edhe sfidat. Në partneritetin e vërtet. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Anila i lejoi vetes të ishte e lumtur vërtet. Jo një lumturi e bazuar në gjëra materiale apo në status social. Por një lumturi e bazuar në lidhje të vërtet, në dashuri reciproke, në respekt të ndërsjellë. Ishte një lumturi e thjeshtë, por ishte një lumturi reale. Ndërkohë, Arbeni vazhdonte udhëtimin e tij të vetmuar. Vitet nuk ishin të buta me të. Flokët filluan t'i thinjeshin. Rrudhat ju thelluan. Trupi, dikur atletik për shkak të palestrave të shtrenjta, tani shfaqte shenja të lënjes pas dore. Ai ende punonte në punën mediokre, kthehej në apartamentin bosh, shite televizor vetëm dhe shkonte të flinte vetëm. Ndonjëherë, ai hapte dollapin dhe gjente foto të vjetra. Foto të kohës kur familja ishte bashkë. Foto të trenjakëve foshnja. Foto të Anilës duke buzëqeshur. Dhe pyeste veten se ku kishte shkuar gjithçka keq. Por thellë, ai e dinte. E dinte saktësisht ku. E dinte saktësisht kur e dinte se kishte bërë zgjedhje egoiste, të nxitura nga vaniteti dhe krenaria. Dhe tani jetonte me pasojat e atyre zgjedhjeve. Ai u përpoq disa herë të rilidhej me fëmijët.
I dërgonte mesazhe Anilës duke I kërkuar të shtonte vizitat. Por ajo gjithmonë përgjigjej se varej nga fëmijët. Dhe fëmijët, kur pyeteshin, gjithmonë thoshin se nuk donin. Jo me zemërim. Jo me mëri. Por me indiferencë. Dhe indiferenca dhemte më shumë se urrejtja. Sepse do të thoshte se ata thjesht nuk interesoheshin më. Në një nga ato pak vizita që ende ndodhnin, Genta, tashmë 10 vjeçe, e shikoi të atin dhe I bëri një pyetje që e shkatërroi për brenda. Babi, pse nuk ishe kur si mësues Artani? Mësues Artani është gjithmonë aty. Gjithmonë pyet si jemi. Gjithmonë interesohet. Pse nuk ishe kur kështu? Arbeni nuk diti çfarë të përgjigjej. U përpoq të belbëzonte diçka për punën, për përgjegjësitë, për të mbajtur familjen. Por fjalët tingëllonin boshe edhe për të. Genta vetëm tundi kokën dhe u kthye të luante me vëllezërit. Nuk kishte akuzë në zërin e saj. Nuk kishte mëri. Ishte vetëm një pyetje e sinqertë e një fëmije që nuk e kuptonte pse babai biologjik kur nuk ishte në gjendje të ofronte atë që një I huaj e ofronte kaq natyrshëm. Dhe kjo pyetje e pafajshme e preu Arbenin më thellë se çdo akuzë që mund ta prekte. Në vitet në vijim, vizitat u bën gjithnjë e më të rralla derisa praktikisht pushuan. Fëmijët u rritën pa baban. Festuan ditëlindje pa të. Patën arritje pa të. U përballën me sfida pa të. Dhe mësuan se familja nuk përcaktohet nga lidhjet e gjakut, por nga lidhjet e dashurisë, pranisë dhe përkushtimit. Ardi u bë një adoleshent I përgjegjshëm dhe I pjekur. E ndihmonte të ëmën në shtëpi. Kujdesej për vëllezërit e motrën më të vegjël. Studionte me përkushtim. Ëndërronte të bënte fakultetin e inxhinierisë. Dhe kur njerëzit e pyesnin për baban e tij, ai përgjigjej me thjeshtësi. Babai im është mësues historie, duke ju referuar Artanit, burrit që kishte hyrë në jetën e tyre dhe kishte marrë rolin që Arbeni kur nuk deshi ta merrte. Luani zhvilloi talentin e tij artistik dhe fitoi një bursë studimi në një shkollë arti. Vizatimet e tij ishin të thella, emocionale, plot kuptim. Shumë prej tyre portretizonin forcën femërore, rezistencën, aftësinë për të rindërtuar. Kur e pyesnin për frymëzimin, ai gjithmonë thoshte: "Nëna ime. Ajo më mësoi se mund të rilindësh nga hiri dhe Genta u bë një vajzë e vetbesueshme dhe e lumtur. Bënte balet, I binte kitarës, kishte shumë shoqe. Ishte e gëzuar, komunikuese, e dashur. Nuk I mbante më vragat e ndarjes. Ato ishin shndërruar në mësime. Në forcë. Në mençuri të parakoshme për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Anila I shikonte të tre dhe ndjente një krenari që nuk I zinte gjoksi. Ja kishte dalë. Kundër të gjitha gjasave. Kundër gjithë pushtetit dhe parave që Arbeni kishte përdorur kundër saj. Kundër një sistemi që shpesh favorizon atë që ka më shumë burime në vend të atij që ka më shumë dashuri. Ajo kishte luftuar. Kishte rezistuar. Kishte fituar. Dhe fitoria nuk ishte vetëm rrimarrja e kujdestarisë së fëmijëve. Ishte krijimi I 3 qenieve njerëzore të ndershme, emocionalisht të shëndetshme, të afta për të dashur dhe për t'u dashur. Ishte dëshmimi për veten se ishte më e fortë se sa e imagjinonte. Ishte rindërtimi I jetës së saj nga zeroja dhe krijimi I diçkaje më të mirë se ajo që kishte më parë. Ishte gjetja e dashurisë së vërtetë pasi ishte tradhtuar. Ishte shndërrimi I dhimbjes në rritje. Arbeni, nga ana tjetër, jetonte me fantazmat e asaj që mund të kishte qenë. Kalonte nëpër rrugët e Tiranës dhe shihte baballar duke luajtur me fëmijët në parqe. Shihte familje duke darkuar së bashku në restorante. Shihte çifte të kapur për dore. Dhe ndjente një therje në gjoks. Sepse mund të kishte qenë ai. Mund t'i kishte pasur të gjitha ato. Por zgjodhi gabim. Prioritizoi gabim. Vlerësoi gabim. Dhe më e keqja e të gjithave ishte se ai nuk mund të fajsonte askënd tjetër përveç vetes. Nuk ishte Anila që shkatërroi familjen. Nuk ishin rrethanat. Nuk ishte fati. Ishte ai. Zgjedhjet e tij. Prioritetet e tij. Paftësia e tij për të parë atë që kishte vërtet rëndësi derisa ishte shumë vonë. Dhe kështu vitet vazhduan të kalonin. Fëmijët u rritën. Anila u plak me dinitet dhe lumturi. Arbeni u plak me pendim dhe vetmi.
dhe historia që filloi me një perandori dhe një familje të shkatëruar, përfundoi duke treguar se perandoria e vërtet nuk ndërtohet me para, pushtet apo status. Perandoria e vërtet ndërtohet me dashuri, prani dhe përkushtim. Dhe këtë perandori, Anila e ndërtoi. Tull pas tulle. Dit pas dite. Me shumë sakrifica, por edhe me shumë dashuri. Dhe kjo, në fund, është gjithçka që ka vërtet rëndësi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anilës dhe lufta e saj e palodhur për fëmijët t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me forcën e kësaj nëne që kur nuk u dorëzua, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori. Ishte guximi i Anilës? Kthesa e fatit të Arbenit? Momenti kur Ardi I telefonoi SM-s? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se dashuria e vërtet është në gjendje të kapërcejë çdo vështirësi dhe se zgjedhjet që bëjmë sot përcaktojnë se kush do të jemi nesër. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet.